Leximi prej Ungjillit e Mateut, kapitulli 20, rreshtat 17 deri në 28. Kur Jezusi po ngjitet në Jeruzalem, I mori veçmas të 12 ullas u tha, që po ngjitemi në Jeruzalem, dhe Biri I Njeriut do të dorëzohet kryepriftërinjve e skribëve. Ata do të dënohen me vdekje, e do të dorëzohen paganëve për të vënë në lojë, për të frushkolluar e për të kryqëzuar. Por ai të tretën ditë do të ngjallet. Atëherë Iu afrona në bijve të Zebedis me të bijtë dhe e përshëndeti me fytyrë për leje për të lypur diçka. Jezusi I tha, "Çka dëshironi?" Ajo I përgjigji, "Urdhëroj që këta 2 bijtë e mi të rrinë në mbretërinë tënde, njëri në të djathtën e tjetri në të majtën tënde." Jezusi përgjigji, "Nuk di çka lypni. A mundeni ta pini ju kelkun që unë do ta pij?" "Me mundemi," ju përgjigjen. Jezusi vijoi, "Me të vërtet ju do ta pini kelkun tim, për të më rrini njëri në anën e djathtë e tjetri në të majtën, nuk është në dorën time t'ua jap, por t'u jepet atyre për të cilët u bë gati prej Atit tim." Kur morën vesh e të 10 të tjerë u zemëruan në 2 vëllezërit. Atëherë Jezusi thirrri pranë vetes e u tha, "Ju e dini se sunduesit zotërojnë mbi popujt e vet e princat e tyre I mbajnë nën pushtet. Por se ndërmjet jush nuk duhet të jetë ashtu. Përkundrazi, ai që prej jush do të bëhet I madh, le të bëhet shërbëtori juaj, kurse ai që ndër ju dëshiron të jetë I pari, le të bëhet skllav I juaj. Sikurse edhe Biri I Njeriut që s'erdhi për të qenë shërbyer, por për të shërbyer e për të flijuar jetën e vet si shpërblim për të gjithë."